Qeveria e Kosovës deri më tani asnjë deputeti të kuvendit nuk i ka ofruar material për shënimin e vijës kufitare me malin e zi. Konfliktin bazë për këtë e ka kriju vetë qeveria. Kështu ka deklaruar në emisionin Republika me Dardan Gashin, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Shaip Muja. Ai ka thënë se deri në momentin kur nuk ka material dhe derisa vazhdon kjo situatë siç është tani, nuk do ta votoj marrëveshjen për demarkacionin. Nuk e votoj. Pse? Me këtë situatë që është momentale kam deklaruar që nuk do ta votoj. Unë nuk kam thonë që mungojnë, ose teprojnë, ose është bo keq demarkacione. Unë kam kundërshtu këtë strategji që është sjellur deri më tani. Kam bi një vete gjysë që jemi lodhë duke sjell tema kur kemi probleme shumë më serioze tjera të cilat kjo temë ka mund të zgjedhet për 24 orë. Ndër të tjerash, Muja ka pohuar se i gjithë materiali deri më tani është ai që shihet në internet dhe interpretimi që është sjellur nga mali i zi. Ai ka ftuar të gjithë partitë politike si dhe të gjithë ata që janë involvuar në këtë çështje të marrin pjesë në tryezën e 3 gushtit. Është një barikadem i pa kuptim të qeverisë. Deri më sot unë po them, a mungon, as mungon, nuk e dim, sepse asnjë deputet zyrtarisht nuk e ka materialin. Ato desha me të pyet, a din ti çka puna? Jo, si deputet. Jo, a të ka ofruar ty qeveria material që ti më dit, a janë marrë, as janë marrë 8500 hektar? Absolut. Muja ka thënë se me material për demarkacionin duhet të pajiseshin qysh në muajin shtator të vitit të kaluar, duke shtuar se Kosova ka probleme më të mëdha se sa çështja e demarkacionit. E duke folur për pozitën e tij si deputet i pavarur, ai ka thënë se ka dhënë dorëheqje vetëm nga grupi parlamentar i PDK-s e jo nga kjo e fundit, pasi që nuk është pajtuar me vendimet e kësaj partie. Dhe unë jam deputet i Partisë Demokratike, fal Partisë Demokratike. Muja ka pohuar se mban relacione të mira me shumicën prej njerëzve të partisë.